Do të shkojmë tani në qendrën e numërimit, atje kemi kolegen Donika Sherifi. Donik, mirë mbrëma, të përshëndes. Cilat janë trejat e fundit në qendrën e numërimit? Si po shkon procesi? Mirë mbrëma, Alketa, dhe për ju ashtu si që përmendë edhe në kronikën e mëparshme, pra gjatë ditës ka vazhduar në qendrën e numërimit këtu në Fushë Kosovë votat me postë që kanë ardhur për zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit. Do të thotë pas ditën e së hënës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përfunduar numërimin e më shumë se 7.000 flet votimeve që i takojnë votimit me postë nga jashtë Kosovës dhe që janë tërhequr para natës së vitit të ri nga 2 kutit postare në Bern dhe Berden. Por këto janë flet votimet e fundit nga jashtë Kosovës që do të numërohen. Të tjera flet votime që i takojnë votimit me postë janë tërhequr nga KQZ me datën 2 dhe 5 janar. Me 2 janar nga kutit postare nga Praga, Londra, Parisi, Zagrebi, Kopenhaga, New Yorku, Canberra janë tërhequr 8.180 pako, të cilat do të thotë gjatë ditës së sotme ja sjell në Kosovë. Ndërkohë që gjatë ditës është përmbyllur edhe procesi tërheqjes së pakove me flet votime që i takojnë votimit me postë nga jashtë Kosovës nga 13 kutit postare, ku përfshihet Tirana, Berlini, Vjena, Berni, Brukseli, Haga, Podgorica, Oslo, Shkupi, Otava e shumë të tjera. Por derisa të bëhet vlerësimi dhe verifikimi i tyre, KQZ pritet që posonte nga ora 20, do të thotë më pak se gjysmë ore, të vazhdoj me numërimin e votave me kusht dhe atyre të personave me nevoja të veçanta. Sipas rezultateve preliminare, nga 57 qendra të votimit me kusht në 38 komuna të vendit, janë evidentuar mbi 1.900 votues që kanë ushtruar të drejtën e votës me kusht dhe 2.860 persona me nevoja të veçanta. Zëdhënësi i KQZ gjatë ditës, siç e përmendëm edhe në kronik, ka paralajmëruar se ndonse ishte parapar që numërimi të gjitha votave të bëhet më së largu deri më 19 janar, të gjitha fatet për numërimin e votave të kategorive të ndryshme janë përfunduar më herët dhe pritet që do të thotë ka gjasa që të gjitha votat të përfundojnë të numëruari gjatë kësaj jave. Ndërkohë, sipas statistikave të deritaneshme të publikuara në faqen zyrtare të KQZ-s, lëvizja vetëvendosje tani me këto vota ka fituar 57 mandate, ndërkohë pasaj është PDK me 22, LDK me 15 dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me 6 ulse në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Këto janë të rejat e fundit, pra do të thotë që pas gjysmë ore do të vazhdohet me fillimin e numërimit të votave me kusht dhe personave me nevoja të veçanta në qendrën e numërimit, ku puna është duke u bërë nga orët e mëngjesit deri në mesnatë. Në rregull, faleminderit Donika për këto informacione.